O e njërës, fjallën e parë që do të thot iblisi në zjarë të xhenemit, inna Allahe wa'adekum wa'adel haq. Allahu ja premtoi të vërtetën në dunja, se morët si realitet. Nuk e morët seriozisht fjallën e Zotit. I digjonit këshillat e Allah, por mendoni se ishin tallje, mendoni se nuk është realitet. Fjallën e parë që do të thot, wa wa'adtukum, edhe unë ju premtova, fa akhlaftukum, por unë va theva premtimin. Allahun te bareke ve teala falenderojmë, Allahun gjelle gjelalu e madhërojmë, për Allahun subhanahu wa taala në sejdë dhe në rukubim, e falenderojmë Allahun gjelle wa ala, ashtu si që falenderoja i vetën e ti në fillimin e librit kur tha elhamdulillahi rabbil alamin. Falënderimet i takojnë Allahut Zotit të botrave, e falenderojmë Allahun gjelle wa ala, ashtu si që falenderoja i vetën e ti ditën kur e krijoi qiellin edhe tokën dhe tha elhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Falënderimet i takojnë Allahut i cili krijoi qiellin edhe tokën dhe vendosi errësirat edhe dritën, e falenderojmë Allahun gjelle wa ala, ashtu si që është meritor ai që të falenderohet në qiell në tokë, la ilaha illallah. Paqja dhe mëshira e Allahu gjelle gjelalu të gjitha qofshin për Muhamedin, zotëriu nebive të Ademit, pishtarin drejtues, vulën e gjithë pejgamberëve, atë të cilin e zgjodhi Allahu gjelle wala si mbartës dhe kumtues i mesazhit të fundit që Allahu i madh gjelle gjelalu kishte për t'ia thënë njerëzimit. Ej vëllezërit e mi, lagni gjuhët e juja me salat dhe selam për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Elus Allahu gjelle wala që paqja dhe mëshira dhe bekimet e Allahu gjelle wala qofshin mbi të gjithë ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. O ju robër të Allahut, Allahu gjelle gjelalu në shumë ajete kuranore po na i tregon armiqsinë e madhe që e ka iblisi ndaj njerëzve, sa që Allahu gjelle wala thot inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Me të vërtet iblisi, shejtani, është armiku juaj, andaj merreni edhe ju për armik dhe kur mos e bëni mik atë. Allahu gjelle wala na tregon në Kur'an se puna e iblisit është vetëm që t'i largon dhe t'i shmangën njerëzin nga rruga e Allahu gjelle wala. Allahu subhanahu wa taala thot se prej para se të zbret Ademi alayhi salatu ose në tokë, ju betua iblisi Allahut në madhëri dhe në qenien e tij bujare duke thënë wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin. O Allah, pasi që më largove për mbretërisë tënde, unë do t'ju vi njerëz nga para dhe nga pas dhe nga e djathta dhe nga e majta, vetëm që t'i largoj ata nga rruga yte dhe nga të qenurit falenderues. Allahu gjelle wala po na tregon ju vëllezër se shejtani dhe iblisi puna e tij është që t'i frigon njerëzit me fukarallëk dhe t'i shtyen në imoralitet dhe në devijim. Thot Allahu gjelle wala ash-shaytanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsha. Me të vërtetë shejtani ju premton fukarallëk, ju premton fukarallëk dhe barfëri, dhe ju thëret juve për në imoralitet dhe zina. Wallahu yad'u ila daris salam. Kurse Allahu gjelle wala po ju thëret juve për në shtëpinë e paqes dhe lumturisë, rehatisë të dunjas dhe të ahiretit. O ju robër të Allahut, Allahu gjelle wala gjithashtu po na tregon se puna e iblisit është që ti merr njerëzit sa më shumë për në zjarr të xhenemit, nga se ai e di për veten e tij se fundin e ka në zjarr. Thot Allahu gjelle wala innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Me të vërtet ai e thërret popullin e tij, i thërret dashamirë dhe i tharët e tij për të qenë në fund lanë të djegse zjarrit të xhenemit. Allahu na ruaj. Ej vëllezërit e mi, këto janë fjalët e Rahmanit, këto janë premtimet e Allahu gjelle wala. A jemi që i besojmë? O vëllezërit e mi, a jemi që i besojmë? Atëherë dëgjojeni ju vëllezërit e mi, ku Allahu te bareke ve taala në librin e tij po
po na I përshkruan një skenë për skenave më trishtuese dhe më nënçmuese dhe më përbuzëse për njerëzit në ditën e Kiametit, atë ditë kur do të përfundojnë banorët e xhenetit në xhenet dhe banorët e xhehenemit për në xhehenem. Atëherë Allahu xhallahu ala do ta vendosë një mimber, një vend hutbeje, ku në të do të ipën iblisi për ta mbajtur fjalën e fundi para banorëve të zjarrit të xhehenemit. La ilaha illallah. Ashtu o ju vëllezërit e mi, siç hipi sot hoxha në hutbe për të mbajtur ligjëratën e xumas, atje në fundin e zjarrit të xhehenemit, një hutbe e përbër prej zjarrit, do të hipën iblisi para gjithë banorëve të xhehenemit dhe do ta mban një fjalim të cilin e regjistroi Allahu xhelle xhelalu në librin e tij, për ta ditë o ju vëllezërit e mi se çka ta mçon çdo njeri prej nesh, nëse nuk jemi prej banorëve të xhenetit. Allahu na ruaj. Thot Allahu xhelle wa ala: wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr. Dhe do të hip dhe do të ngjitet shejtani iblisi në hutben e zjarrit të xhehenemit, pasi që të përfundon njerëzit kush për në xhenet dhe kush për në xhehenem, dhe do t'ju thot: dëgjojeni hutben e iblisit në zjarr të xhehenemit. Thot Allahu xhallahu ala në librin e tij fjalën të cilën do ta thot iblisi: inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq. E njerëz, Allahu ju premtoi hak. O e njerëz, fjalën e parë që do ta thot iblisi në zjarr të xhehenemit: inna Allaha wa'adakum wa'da al-haq. Allahu ja premtoi të vërtetën në dunja, se morët si realitet. Nuk e morët seriozisht fjalën e Zotit. I dëgjonit këshillat e Allah, por mendoni se ishin tallje? Mendoni se nuk është realitet? Fjalën e parë që do ta thot: wa wa'adtukum, edhe unë ju premtova, fa akhlaftukum, por unë va theva premtimin, nga se unë nuk jam serioz. Pra iblisi thot: unë jem renavec, unë jem përgënjeshtar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Vazhdon Allahu dhe thot: wa ma kana li alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li. Pra iblisi do thot në zjarr të xhehenemit: unë nuk kisha pushtet ndaj jush, unë nuk kisha sultan ndaj jush, unë nuk kisha autoritet ndaj jush. I vallahi s'ka asnjë sultan iblisi ndaj nesh. Illa an da'awtukum fastajabtum li, vetëm se unë ju thira dhe ju më përgjigjet. Ju thira për në imoralitet dhe ju s'pas keni prit shkoni të bëni imoralitet. Ju thira për në alkohol dhe ju me një shkot e morë shishen e alkoholit. Ju thira për në bijos, edhe në panta dhe në kazino, dhe ju shkuat edhe me njerë e bët një gjë të tillë. Pro ju lezejt e mi, qfar sultani, qfar pushteti ka iblisi, vallahi s'ka pushtet ndaj nesh. E vetëm është se ne na thërret dhe ne I përgjigjemi atij, se në fjalën e atij ndonjëherë marrim më të sinqertë dhe më serioze se fjalën e Allahut të Madh te bareke ve teala. O vallahu im, o do t'jesh në palën e Rahmanit, o do t'jesh në palën e shejtanit, nuk ka palë të tretë. Pashi çdo njeri prej nesh se kë e beson, kë e ndjek, kë e adhuron, kujt I porulet, Allahut as shejtanit. Allahu na ruaj ya rabbel alamin. Vazhdon Allahu xhallahu ala dhe thot, ku duke na I tregu hutben e iblisit: illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum. Mos më qortoni mua, qortoni vetet e juja. Iblisi do thot: mos më qortoni mua. Nga se ka në transmetime ju vëllezërit e mi, se kur do të përfundojnë banorët e xhehenemit në xhehenem, do të tubohen të gjithë banorët e xhehenemit tek iblisi dhe do thonë: ty ja I që na devijove dhe na tregove rrugën e devijimit dhe të zjarrit të xhehenemit. E iblisi do të hyjë në hutbë dhe do thotë: fela telumuni, mos më qortoni mua, qortoni vetet e juja. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Unë s'në shpëtoj sot, por edhe ju s'në shpëtoni. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Këtu ju vëllezërit e mi kaputen shpresat dhe iblisi do thot: unë e përgënjeshtroj atë që ju e bët dhe adhuruat dikën tjetër pos Allahu xhallahu ala. Iblisi distancohet. Po ku të kapen banorët e xhehenemit? Allahu xhallahu ala thot në ajetin tjetër: wa taqatta'at bihim al-asbab. Dhe atë ditë do të kaputen lidhjet, s'ka lidhje fare viznore, s'ka
s'ka unë jemi biri filanit, s'ka unë kisha pasuri, s'ka unë kisha autoritet, s'ka unë ndoqa filanin, unë ndoqa filan partin, unë më mashtroj filan shoku. Të gjithë jo vëllezërit do shohin hallin e tyre, sa që edhe iblisi do të distancohet nga njerëzve dhe do të thotë: inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimin lahum adhabun alim. Dhe do ta përfundon fjalimin e tij në xhehenem duke thënë: me të vërtetë zullumqtarët kanë dënim të dhimbshëm. Dhe atë ditë do ta thotë të vërtetën. Dhe vërtet zullumqtarët kanë përfundim të dhimbshëm. Falenderojmë këtë Zot të Madh xhelle xhelalu. Salavat dhe selamet janë për pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. O ju vëllezërit e mi, do të shtohet përbuzja dhe nënçmimi i banorëve të xhehenemit, kur do ta kuptojnë se atje në xhenet dikush është në përkopshte dhe ne jemi në gremin. Dikush është në lumej, në shtëpia, në të sjellë rrjedhi lumej, kurse ne jemi në zjarr të xhehenemit. Andaj edhe iblisi për të vazhtuar përbuzjen dhe nënçmimin e banorëve të xhehenemit do t'ju thotë atyre: wa udkhila alladhina amanu wa amilus salihati jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ej banor të xhehenemit, dikund atje pas kësaj je një grup njerëzish që jenë në xhenetet e Allahu xhallahu ala, në të cilat rrjedhin lumej, para se ata ju bindën Allahut, ata e ndoqën rrugën e Allahut, ata e ndoqën platformën dhe rrugën dhe lokacionin dhe GPS dhe Google Mapsin e Zotit xhelle xhelalu, i cili ditë ku e ka fundin e ju vëllezërit e mi, ai është xheneti. Khalidin fiha, ata atje do të jenë për gjithmonë. Dhe kjo është më e rënda ju vëllezër për banorët e xhehenemit, se do ta dinë se do të jenë në xhehenem për gjithmonë. Dhe kjo është më e bukur e banorëve të xhenetit, se do ta dinë se në xhenet do të jenë për gjithmonë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vjen një grua plake e shëmtuar dhe do të vendoset mes xhenetit dhe xhehenemit. Pastaj do të vjen dikush dhe do ta bën kurban dhe do t'ju thuhet banorëve të xhenetit dhe xhenemit: a njihni këtë? Ata do të thonë: ajo është vdekja. Zoti xhallahu ala bën kurban, para se pas asaj dite ma nuk ka vdekje. Dhe do thirren banorët e xhenetit: ya ahlal janna khulud. Ej banorët e xhenetit, për jetësi, për ju nuk ka vdekje. Ej banorët e xhehenemit, për jetësi dhe për ju nuk ka vdekje. La ilaha illallah. Aty do të shtohet lumturia e banorëve të xhenetit dhe do të shtohet nënçmimi dhe përbuzja e banorëve të xhehenemit. O ju vëllezërit e mi, Zoti ju ruaj dhe i mëshiroft. Pe mëshirës dhe rahmetit të madh që ka Allahu xhallahu ala për ne, që ne ka treguar këto ngjarje në librin e tij, që ne të bindemi, që ne të kthehemi Allahut, të drejtohemi në rrugën e Zotit, para se të vijë ajo ditë që të mbahet kjo hutbe dhe dikush do ta dëgjon atë në zjarr të xhehenemit, kthim më pas asaj dite nuk ka. O ju vëllezërit e mi, vetëm kemi hyrë në sfidat e verës, lakurisia në maksimum, thirrje për në rrugën e devijimeve dhe shkatrimeve. Allah të lutemi, ja Rabbi, ruaj këtë rini ja dhe xhelali wal ikram, udhëzoj të reja tona ja Rabbel alamin. O ju vëllezërit e mi, pasha Allahun le të ruan ato bija tona, ato vajza tona, se në qoftë se nuk e mbulojnë trupin sot në dunja, do ta mbulojnë ato me një petk prej zjarrit të xhehenemit në xhehenem. Allahu na ruaj ja Rabbel alamin. O ju vëllezërit e mi, Allahun e kum dëshmitar, pasha Allahun për dashurinë e madhe që vallahu e ka për ju. Andaj mundohem që të marr ajete dhe hadithe dhe thënie nga fjala e Zotit dhe fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ti shfaq para jush, të meditojmë së bashku, të përlotemi së bashku, të na dridhen zemrat së bashku. Ndoshta Allah xhelle xhelalu na mëshiron ditën kur do dalim para atij. Edhe një njeri një ditë ke Hasan el Basri radhiyallahu anhu dhe i tha: o imam, filani pe hoxhallarë shumë puna trend. Atëherë Hasan el Basri radhiyallahu anhu tha: qëndroni pas atyre imamëve që ju trembi në dunja, por ju sigurojnë në ahiret, dhe mos qëndroni para atyre hoxhallarëve të cilët thënë thjesht va bëj rrafsh në dunja, por do të mbeteni të nënçmuar ditën kur do dalni para Allahut. Çështja është shumë serioze, ju vëllezërit e mi. Allahu me seriozitet e krijoi qiellin, Allahu me seriozitet e rafshoi tokën, Allahu me seriozitet më të madh i vendosi malet, dhe shumë seriozisht kur na krijoi ne. Andaj çështja nuk është tallje dhe loj, por është realitet i madh.